çfarë vujtjesh kanë përjetu, në një farëformë me këta 2 vite kanë jetu sikur në kampet e përqendrimit të nazistëve. Ndoshta edhe ma keq. Për arsye se prej ditës të parë, kur është arrestu, që e kanë çuar në stacionin policor të Drenasit, e deri në ditën e fundit kur lirohet prej burgut Nishit, kur nuk i ndërpritet dhuna. Asnjë moment. Prej asoj dhune, ky del me 3 brit thyme, del me kokë të çame, del me trup në një farëformë i llomitën prej dhunës, sa që i duhet kohë me u rikuperu, me u kthy në gjendje normale. Sot ai djali jeton, cilin e përshëndes shumë, Blerim Shala, punon në policinë e Kosovës, është i gatshëm në çdo moment veprojë të punoj për vendin, edhe është aq i qetë ai njeri sa që mu m'len përshtypje. Gjitha këto vujtje me i përjetu, sikur që shikon paraqit këtë libër, se këtu nuk ka asnjë shtesë, është e pamundun me pas aq qetësi shpirtërore sa ka Blerimi. Unë ja kam lakmi shumë atij njeri. Si takove Lirimin dhe si erdhi deri tek shkrimi i këtij libri, shkrimi këtyre rrëfimeve që normalisht është mirë që rrëfime të tilla të jenë në mesin tonë, që dikush ka mundësi t'i lexojë, ndoshta edhe ndryshon jetën e dikujt. Patjetër. Me Blerimin jam taku edhe më herët, se edhe vlla më punon në policë, tani janë si një njësi, janë si shok. Edhe më ka tregu që ai ka qenë i burgosur. Mirë po, unë rrëfimet i kam dëgju prej dikujt tjetër, prej një kushërinit tem, që ai e ka përjetuar njëjtën, domethënë njëjtën që ka përjetuar Blerimi, edhe ai veç janë në zonë vende të ndryshme. Njërin në Prishtinë, tjetrin atje në komunën e Drenasit. Mirë po ato procedurat janë konë, domethënë përjetimet e njëjta, si te i pari, si te i dyti. Kur i kam dëgjuar prej kushërinit tem, prej Albertit, edhe i kam ofruar mundësi Albertit me dhonë rrëfimet e tij me e bo liber. Mirë po, shisha që po vun pak pe i trauma, pe i ik pak aty në gjona se nuk do i kemi i kthy kujtimet. Është e vështirë, edhe është masë normale edhe masë e kuptueshme, shumë e vështirë. Jo secili i përjetojmë njëjtë apo thjesht kemi aftësi për t'i komunikuar me të tjerët, për t'i lënë të lira, po themi, gjitha ato trauma, gjitha ato kujtimet që i kemi. Patjetër. E kur takova me Blerimin, e pash që Blerimi ka mbajtur shënime edhe gjatë kohës kur ka qëndruar në burg. Në formë të fshehtë, kuptohet. Kë ka marrë letër, edhe aty kur s'ka pas për shembull lëvizje të gardianëve, ka shkruar, i ka lënë ato përshtypjet e veta, plus i ka rujt letrat që i ka shkëmbyer familjare. Tek rëndësia e shkrimit. Po. Edhe e mora, domethënë i mora shkrimet prej tij, mi huazoi ai kështu me vullnet madh. Kur i mora fillova mi përpunu mi qit në libra e krejt, edhe shisha që ka mangësi të mëdha në mes koherencës, edhe e ftojsha në takime, kemi dalë disa herë në takime me Blerimin, kemi pi kafe, edhe e kemi plotësu bashkë librin. Domethënë, çdo sen, çka është e paraqitur në këtë libër, është rrëfim i Blerimit pa asnjë shtesë. Blerim Shalës, edhe të cilin e falenderoj shumë, edhe e kam shumë lakmia djalë se si është mbajt aq fort psikikisht. Me të vërtetë. Ja, është zakonshme, po si, apo çfarë ka bërë më shumë ti përshtypje gjatë rrëfimeve të Blerimit, dhe tani po flas në prezencë të tij, gjatë bisedave që ke pasur, sepse e përmendë pak më herët që keni dalë disa herë, jeni takuar disa herë pikërisht për të marrë sa më shumë detaje në mënyrë që të vjen jetë ky libër. Unë i kam thënë Blerimit, thash 2 vjet luftë i kam. Edhe unë jam